shifrat, çfarë tregojnë për të zgjedhje, ndonse të pjesshme dhe ndonse vetëm në 4 bashki, po drastikisht më të ulta se data 11 dhe sigurisht shumë të interpretueshme për pjesëmarrjen? Po, janë të interpretueshme, megjithatë unë mund të them se janë shifra relativisht të pritshme. Nuk duhet t'i krahasojmë këto zgjedhje me zgjedhjet politika, apo edhe me zgjedhjet vendore që bëhen sipas çdo një herë në 4 vjet. E tha dhe Ali Mehmeti pak më parë, këto kishin vetëm 7 ditë fushatë. Mos mendojmë se elektorati e ka mendin tërkohën të zgjedhjet. E ka kur ka zgjedhje politike, që shpreson të ndryshojë diçka. E ka dhe kur ka zgjedhje lokale, por që paralajmërohen 6 muaj para, 5 muaj, 4 muaj, dhe sa më shumë i afrohen partitë dhe kandidatët ditës zgjedhjeve apo fushatës elektorale, aq më shumë galvanizohet situata, sepse vetë elektorati ka nevojë për nxenin. Elektorati nuk është, me thënë, ore qast i gatshëm me shku në zgjedhje. Po, por a mund të reduktojmë analizën e këtyre shifrave që ka sigurisht e thamë në kryetërës janë të interpretueshme vetëm në afat shkurtësinë të bërit fushat kandidatëve? Ti shohim me realizëm. E para, e dyta, kur flasim për shifrat, duhet të mbajmë parasysh se më shumë se gati 51% e votuesve janë në emigracion. Ato nuk vinë zgjedhjet politike, nuk vinë as në zgjedhjet rregullta vendore, shumica, jo të vinë në disa zgjedhje që po thuj se nuk u muar vesh se do bëshin, se për posa fatit shkurtër, Alba ishte edhe kjo rrethana që këto ishin si mfrena si zgjedhjes, nga që po diskutohej shumë për kandidatin e Tiranës, dhe qyteti ku zgjedhjet kishin vlerë, ishte Vlora sigurisht, po ku kishin vlerë, në që mund bënim analize, ishte Tirana, ata ishin gjithnjë të pasigurta, do bëhen, s'do bëhen, do bëhen. Pra krijuan përshtypjen e zgjedhjeve të stopuara. Pak a shumë, domethënë, sepse kjo frymë shkon, edhe kjo, meqense Tirana u ndalua, domethënë, edhe atmosferat e Tirana e bën klimën politike në përgjithësi. Pra janë këto rrethana, por duke i thënë këto, se po si tham këto, dhe po u nisëm dhe themi që nuk shkuan zgjedhjet vetëm 14% e elektoratës shqiptarë dhe jemi duke gënjur vetëm. Sepse në Shqipëri, 38%, 20% shkojnë edhe në zgjedhjet politike, se shumica janë jashtë dhe ato që janë brenda nuk shkojnë gjithë. Tu ka pastaj përtej kësaj, ka këtë problemin që ka një elektorat që është këtu, nuk është emigracion, që është mazhorancë, që nuk ka shku në zgjedhje. Pra, sipas disa sondazhe që janë bërë dhe zoti Zaloshni që është një ekspert i sondazheve dhe i ka rënë rezultatit pothuajse në kokë shumë herë dhe tani në fundin Kosovë dhe është i besueshëm për sondazhet që bën, kishte një matje që rezultonte se rreth 34% edhe zgjedhësve që janë këtu nuk kanë shkuar në zgjedhje. Arsyet janë pak këto që thashun, por ka një distancim, domethënë, të përshkallëzuar ndaj forcave politike dhe ndaj politikës në tërësi. Që duke se është gjithë përfshirës dhe shkon në adresët të gjithë. Është tendencë, shkon në adresët të gjithë, sigurisht që ka shku pak më shumë në adresët e opozitës, po dhe të Partisë Socialiste, megjithëse edhe pjesëmarrja e zgjedhjeve socialist duhet pa dhe në lidhje me angazhimin e në punësve, sepse ata në punësit do shkojnë, se po morën mungesë ato do kenë probleme. Pra duke sikur përqindja përkon dhe me numrin e punësuarve që ka, nuk ka pak qytetarë. Një është dhe të vendosur para detyrimit. Ky është një problem i madh për mendimin tim, është një qendrim që do vi duke u thelluar, pavarësisht ingredienteve që do hedhin partitë në fushat kur të vije, dhe në qoftë se nuk do ketë ndryshime të thella në të dyja kampet, elektorati do përgjigjet me indiferencë. Edhe duhet kujtoj këtu një, ndoshta nuk shkojmë deri në një situatë absurde, është një roman i Saramago. Saramago është një shkrimtar nobelist portugez. Ai ka një roman që titullohet Letë e ulurim. Dhe ka supozuar një situatë që nuk ka ndodhur, në fakt, po është aty afër që të gjithë njerëzit vendosin një zërit mos shkojnë në zgjedhje. Dhe ditën e zgjedhjeve s'ka zgjedhje, sepse njerëzit nuk kanë për këtë votojnë. Ato faktorët politik, nga zgjedhje në zgjedhje, nga dekada në dekadë, e kanë monopolizuar ato karriget e tyre, duke thelluar distancën me elektoratin. Të qenit pa alternativë. Po pa alternativë. Kështu që këtu kambanat bien për ta mbyllur,
për dy partit kryesore, por unë do thoja që këmbanat bien për opozitën kryesisht sepse ajo ka nevojë të rritet. Partia Socialiste është në pushtet, edhe është komode, edhe me 10%, mjafton që ajo të shkojnë prapë të rikonfirmoj pushtetin qoftë edhe të vendorësin e marrin karriget, nuk interesohen shumë se kush serdhi, shumë mirë, na ka besu ne se kjo është rregulli, kush nuk shkon votim, nëse votimet janë vlefshme, presupozohet që ja ka deleguar detyrën për qeverisë atyre që kanë shku. Ose praktikisht ka favorizuar palën tjetër që në këtë rast është ajo që është mazhorancë.